e ka zanafillën e zhvillimit të tij në nëntor të vitit 1951. Me ndërtimin e kombinatit të sheqerit 8 nëntori, ndërmarrja e parë e madhe e industrisë ushqimore shqiptare dhe një nga veprat më të rëndësishme të planit të parë 5-vjeçar. Për dekada me radhë, ky kombinat ishte zemra ekonomike e qytetit, duke siguruar punësim, zhvillim dhe gjallëri për të gjithë zonën. Krahas këtij, Maliqi njohu një rritje të ndjeshme urbane e sociale, me ndërtimin e shkollave, qendrave kulturore, institucioneve shëndetësore dhe objekteve sportive që i dhanë qytetit identitet dhe perspektivë. Por mbyllja e kombinatit në vitin 1995 shënoi një kthes të fortë për Maliqin. Qindra familje mbetën pa të ardhura, aktiviteti ekonomik u zbe dhe qyteti humbi rolin e tij si një nga qendrat më të rëndësishme industriale të juglindjes. Për vite me radhë, Maliqi mbeti në heshtje, duke u kthyer më shumë në një pikë kalimi se sa në një destinacion zhvillimi. Megjithatë, vitet e fundit një frymë e re ka nisur të rikthejë shpresën. Investimi mjaft i rëndësishëm i Rozafa Fish City në Maliq i ka hapur rrugë një kapitulli të ri për zonën. Ky destinacion ka sjellë jo vetëm mundësi të reja punësimi për banorët, por ka kthyer vëmendjen drejt potencialit turistik dhe ekonomik që mbart kjo trev. Me natyrën, qetësinë, kulinarinë dhe standardet bashkëkohore të shërbimit, Rozafa Fish City është kthyer në një pikë referimi për vizitorët, vendas dhe të huaj, duke i dhënë Maliqit një tjetër identitet, atë të një zone në rilindje, ku tradita ndërthuret me zhvillimin modern dhe ku po hapet rruga për një të ardhme më premtuese. Rozafa Fish City në Maliq është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara, jo vetëm për qytetarët e zonës, por edhe për shumë turist, vendase të huaj. Mes qetësisë që të fal natyra, mes pastërtisë në ambientet e brendshme të saj, si edhe me një shumëllojshmëri gatimesh, jo vetëm tradicionale, por edhe moderne, këtu mund të kaloni një kohë fantastike me shoqërinë dhe familjet tuaja. CNA TV sjell një reportazh të veçantë nga ky ambient unik, ku ndërthuren gastronomia moderne, natyra, qetësia dhe mikpritja. Përmes bisedës me menaxheren Nora Lapushi, do të mësoni më shumë për këtë kompleks, ku çdo gjë është e kuruar deri në detaj dhe shijen e prodhimeve të detit nuk e gjen askund tjetër. Prej 3 vitesh e gjysmë, Rozafa Fish City ka krijuar një identitet të fortë në juglindje, duke sjellë për herë të parë kulturën e produkteve të detit në një zonë që tradicionalisht nuk ka qenë e lidhur me këtë lloj kuzhine. Për te shijes, ajo që bie menjëherë në sy është infrastruktura e menduar deri në detaj. Kompleksi përfshin sallën kryesore, sallën private për evente dhe ambientin relaksues të Bar Moskës, që gjatë sezonit veror kthehet në një nga hapësirat më të frekuentuara për pushim dhe çlodhje. Më trego pak këtë investim të madh që është bërë. Sa vite ka, sa ambiente janë? Atëherë ne kemi 3 vjet e gjys këtu. Ambiente kam sallën aktuale, është edhe salla prive, 2 ambientet. Plus kemi dhe Bar Moskën, e hapim në çdo sezon të verës. Sa tavolina ka gjithsej? Sa njerëz mban? Atëherë, tavolina këtu në salla aktuale kam 43 tavolina dhe siç e shikoni janë tavolina të mëdha për një kapaciteti 350-400 persona, plus salla tjetër. Një nga pikat më të veçanta të kompleksit mbetet salla private, një hapësirë e krijuar për ata që kërkojnë komoditet dhe privatësi. Këtu organizohen fejesa, ditëlindje dhe evente të ndryshme familjare, në një ambient ku çdo detaj është menduar për t'i ofruar klientit rehati maksimale. Çfarë aktivitetesh bëhen zakonisht te kjo sallë, sepse kemi parë që janë zhvilluar shumë. Atëherë unë bëj evente të ndryshme në salla prive për vetë arsyen sepse është çdo gjë private në realitet. Edhe njerëzit ndihen shumë komod, qoftë edhe me fëmijët e vegjël për t'u argëtuar, për të luajtur, çdo gjë, domethënë që njerëzit vërtet kënaqen. Krye fejesa të vogla, ditëlindje pafund, dhe ndihem shumë e kënaqur kur njerëzit kënaqen. Në realitet është për t'u kënaqur, sepse është privatësia totale. Sfidë më vete ka qenë afrimi i klientëve me produktet e detit në një zonë ku kjo traditë mungonte. Por sot, fal cilësisë dhe përkushtimit, klientët jo vetëm që janë ambientuar me këtë lloj kuzhine, por rikthehen vazhdimisht.
duket se të gjitha janë bërë në detaj. Është një lloj investimi shumë ndryshe nga ato restorantet që kemi parë zakonisht. Patjetër. Po ju e vini në dyshim shefin ton Gjergj Luca që të mos bëj gjëra me detaje? Është normal. Çfarë ka të veçantë Rozafa City këtu në Maliq? Ka shumë gjëra të veçanta dhe s'di nga ta filloj në realitet. Por ndihem vërtet shumë mirë kur klientët vërtet vinë, na rikthehen, kënaqen pafund. Kjo është kënaqësia jonë, aq më tepër në këtë zonë të Maliqit që duam apo s'duam duhet të jemi realist, kjo nuk ka qenë një zonë e prodhimeve të detit, edhe fillimisht ka qenë pak e vështirë për t'i ambientuar, për t'i mësuar klientët me këto produkte, jo se nuk i dinin, por me produktet tona. Edhe tani ndihem shumë mirë, sinqerisht, sepse i shijojnë këto produkte dhe janë për t'u shijuar. Rozafa Fish City frekuentohet çdo ditë nga vizitorë të shumtë. Përveç klientëve nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, një numër i madh vizitorësh vinë edhe nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Greqia, por edhe më gjerë. Në shumë raste fluksi është aq i madh sa klientët presin me orë të tëra për të siguruar një tavolinë. Tashmë dihet që banorët e Maliqit vinë të gjithë këtu, por turistët nga janë më shumë, qoftë ata nga Shqipëria, por edhe të huajt. Atëherë, nga Shqipëria gjithandej. Janë shumë të frekuentuar, i kemi shumë të frekuentuar këtu. Kemi pjesën e Maqedonisë që prej Shkupi, prej Shev, që prej Kosove, pjesa e Greqisë. Maqedonia është e pandalë. Gjithë javën, jo vetëm në fundjavë. Edhe pjesa e Greqisë. Ndihem shumë mirë. Edhe ndonjëherë ndihem keq kur rinë e presin radhën me orë të tëra, po është kënaqësi që e presin radhën, nuk largohen për të drekuar apo darkuar. Përshtypjet e klientëve mbeten motivimi më i madh për stafin. Mirënjohja dhe rikthimi i tyre i vazhdueshëm janë dëshmia më e mirë e suksesit të këtij destinacioni. Nora, ju e thate që ka një bum turistësh që vinë në Rozafa, jo vetëm gjatë fundjavave, por edhe në ditët e javës. Cilat janë përshtypjet e tyre për këtë ambient të mrekullueshëm që gjejnë këtu? Atëherë, përshtypjet e klientëve edhe më kënaqin apo përshtypje, sepse është një realitet. Rozafa këtu ka bërë një mrekulli në këtë vend. Duke e ditur, unë nuk jam nga Maliqi, por duke e ditur si ka qenë ky vend, edhe si është bërë, lulëzon. Klientët më thonë që shohim ndryshimin që kur futemi në porta kryesore. Edhe deri në përfundim të ikjes. Dhe ndihem shumë e lumtur. Edhe në flukset e punës, klientët nuk më largohen pa përshëndetur dhe pa më thënë faleminderit për gjithçka. Kjo është domethënë vërtet kënaqësi. Dhe është gjunaf mos të gjendet kjo kënaqësi këtu, sepse nuk mungon asgjë. Nuk mungon asgjë. Thjesht përkushtimi dhe çdo gjë është perfekte. Menuja e pasur është një tjetër arsye që i bën klientët të rikthehen. Nga peshku i freskët dhe frutat e detit, tek pastat, zgara e deri te produktet e mishit, çdo shije gjen vendin e saj në këtë destinacion gastronomik. Një ndër produktet më të kërkuara mbetet sushi, i cili ka surprizuar jo pak klient. Këtu ndërkohë po shohim që është edhe pjesa e sushit, aty ku përgatiten sushit. Për Maliqin normalisht që është një risi. Shumë. Sa e preferojnë klientët sushin? Shumë. Klientët janë shumë të kënaqur për sushin dhe vërtet janë për të kënaqur. Sushit janë shumë të preferuara. Si ka mundësi sushi këtu në Maliq, domethënë që është kaq perfekt. Normal. Po të kesh për kushtimin ndaj punës, produktet janë të freskëta, normal që çdo gjë dhe kënaqen. Kalojmë te kuzhina, atë të tregojmë dhe prodhimet atje. Oferta gastronomike pasurohet vazhdimisht me produkte të reja. Kemi pafund shumë vazhdimëri prodhimesh. Shumë. Nuk di nga ta filloj. Çfarë preferojnë më shumë? Cila është disa nga pjatat që... Shiko, më vjen mirë sepse njerëzit kërkojnë, vinë dhe rivinë dhe kërkojnë të provojnë të gjitha llojet e produkteve tonë. Vërtet janë pafund, nuk ja gjem fundin asnjëherë, se çdo ditë na vinë produkte të reja, na vinë peshk të ndryshëm, kërkues ndaj peshkut, më vjen mirë që kërkojnë peshkun e detit, e njohin shumë mirë, edhe unë e kam kënaqësi të ta prezantoj atë peshk
edhe ta shërbej njëkohësisht sepse është vërtet diçka për të shijuar. Po dhe shumë lloj produktesh të tjera, qoftë pastat, qoftë friturat, pjesa e zgarës, ndërkohë që ne kemi shtuar dhe 2 produkte të tjera të mishit, bërxollën e viçit edhe bonfilen e viçit. E kemi shtuar për vetë arsyen sepse ka njerëz që nuk e konsumojnë absolutisht frutat e detit apo peshkun. Dhe ndje mirë domethënë që njerëzit kërkojnë të provojnë shumë vështirë për. Për te restorantit gjatë verës, një tjetër atrakcion është Bar Moska, një ambient që ndërthur natyrën, qetësinë dhe relaksin. Kafe Moska, kemi funksionin e kafes, të pijeve, edhe akulloret me një shije që ne i përgatisim vetë, edhe vërtet është për të shijuar. I kemi dhënë mundësirë gjatë sezonit të verës që njerëzit qoftë edhe në pritjet e restorantit të hulen, të pinë një kafe apo të hanë një akullore gjatë kohës së verë, dhe është për të shijuar edhe për të ndenjur dhe si ambient, një ambient relaksus. Kështu që është vërtet neve për pak e hapim dhe Kafe Moskën, e mbajmë deri në kohën që freskohet, është e mirë, po. Edhe atëherë e mbyllim. Po është vërtet një ambient si që shikoni. Vend qetësi. Po, qetësus. Relaksohesh, i bën dhe refresh trurit me këtë natyrë, me këtë bukuri. Kjo është ajo që ofron Kafe Moskë. Po. Sot Rozafa Fish City është një histori suksesi, një transformim i vërtet për Maliqin dhe një model se si vizioni, përkushtimi dhe cilësia mund të krijon një destinacion që tërheq vizitor nga çdo cep. Sot, ky destinacion përfaqëson jo vetëm një pikë takimi për adhuruesit e gastronomisë, por edhe një hapësirë ku çdo vizitor përjeton mikpritjen, cilësinë dhe atmosferën që e bëjnë të rikthehet sërish. Nga një ide ambicioze, Rozafa Fish City është shndërruar në një simbol të zhvillimit lokal, duke i dhënë Maliqit një tjetër identitet dhe duke vendosur atë në hartën e turizmit gastronomik shqiptar.